Mbrëmjen e 26 marsit shënohet nata e mirë e Kadrit. Një mysliman i devotshëm duhet ta agjerojë që të mos i humbas shpërblimet e kësaj nate të madhe. Nata e Kadrit shënon zbritjen e Kuranit në tokë dhe fillimin e shkrimit të librit të shenjtë. Gjatë kësaj nate ftohen besimtarët lutën në xhamitë e Pogradecit, sqaron në prononcimin e tij Hoxha i xhamisë Ebu Bekër Mirel Mazelli. Fjala Kadër ka kuptimin e nderimit ose respektimit, sepse ajo është nata e cila nderohet dhe ka një pozitë të veçantë tek Allahu për shkak të veçorive të saj. Po ashtu edhe besimtari i cili qëndron zgjuar duke i bërë ibadet Allahut gjatë kësaj nate pajiset me një nderim të veçantë. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit të Gjithëmëshirshëm, Mëshirëplotit. E falenderojmë Zotin e Lartësuar, i cili na mundësoi që të hyjmë në muajin e Ramazanit, edhe ngadal po i vjen edhe fundi i këtij muaji të begat, i cili është një muaj nga muajt më të mirë të vitit. Muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës, është muaji i Kuranit, është muaji i solidaritetit, është muaji i faljes, është muaji i pajtimit, është muaji ku e ndihmojmë njëri tjetrin në të gjitha drejtimet. Ne ndodhemi në fundin e muajit të Ramazanit, në një kohë ku Allahu i Madhëruar me mëshirën e tij të madhe ka caktuar disa kohë, disa sezone, dhe Allahu i Madhëruar në këto fund të Ramazanit ka caktuar një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj, është nata e Kadrit. Thot Zoti i Lartësuar në Kuranin famëlar, inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Ne thot e kemi zbritur atë Kuranin në natën e begat, në natën e bekuar. Dhe kush është kjo natë e begat dhe e bekuar? Thot Allahu i Madhëruar në një sure tjetër të Kuranit, në sure El Kadr, ku thot inna anzalnahu fi lejletil Kadr. Ne e kemi zbritur atë Kuranin në natën e Kadrit. Wa ma adrake ma lejletul Kadr, dhe ç'të mësoj ty se ç'është nata e Kadrit. Allahu i Madhëruar, atë që thash pak më përpara, mëshira e Allahut të Madhëruar është e madhe. Ai i cili ka qenë i shkujdesur gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë gjithë këtyre ditëve të cilat ne i kaluam. Allahu i Madhëruar i jep shanse, i jep mundësi besimtarëve dhe njerëzve në përgjithësi që ai i cili nuk ka mund të agjërojë këto ditë, le të fillojë dhe të kthehet tek Zoti, sepse Allahu i Madhëruar derën e pendimit të tij nuk e ka mbyllur asnjëherë, e ka të hapur gjithmonë. Dhe nata e Kadrit dhe ditët e fundit të Ramazanit janë një shans që njerëzit të kthehen tek Zoti. Unë do përmend një ajet kuranor, një thënie të Zotit të Lartësuar në Kuranin famëlar, ku i drejtohet të gjithë njerëzimit, ku thotë: "O robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar vetet tuaja me gjunahe, me gabime, mos e humbni shpresën asnjëherë tek falja e Zotit. Me të vërtetë Allahu i Madhëruar është falës edhe mëshirues i madh." Ky ajet, kjo thënie, ky citat kuranor është ajeti më shpresëdhënës për gjithë njerëzimin. Atëherë nata e Kadrit është një derë e madhe, një shans i madh që ata të cilët nuk kanë mundur të bëjnë pjesë e kësaj mirësie, le ta shfrytëzojnë natën e Kadrit me adhurimin e Allahut Madhëruar dhe ditën të jenë të agjërueshëm, dhe natën me namaz, me lexim Kurani, me lutje, me përmendjen e Zotit, sepse është një rast edhe një mundësi e artë për ata të cilët Allahu i Madhëruar ja mundëson që ta kalojnë dhe ta përjetojnë këtë natë. Besimtarët anë mban botës në natën e Kadrit, dhe sidomos sot neve jemi me perëndimin e diellit hymë në natën e 27 të muajit të Ramazanit, që në këtë natë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka transmetuar dhe ka thënë që kërkojnë natën e Kadrit në netët teke, siç janë nata 21, nata 23, nata 25 dhe nata 27. Neve sot me perëndimin e diellit kemi hyrë në natën e 27 të muajit të Ramazanit. Në natën e Kadrit besimtarët dynden për xhamit anë mban botës për të përfituar nga mirësia e kësaj nate. Çfarë bën besimtari në këtë natë? Gjë e parë, troket në dyert e qiellit, të cilat në këtë natë janë të hapura, dhe askush nuk ka mbetur me duar bosh, kush ka trokitur në derën e Zotit. Zoti e ka të hapur derën, dhe sidomos në natën e Kadrit, Allahu i Madhëruar zbret mëshirën e tij, pranon lutjet, fal gjunahet, pranon agjërimin, pranon bamirësitë, dhe besimtarët në këtë natë e shfrytëzojnë natën e Kadrit duke përmendur Allahun e Madhëruar, duke falur namazin e natës, duke lexuar librin e tij Kuranin famëlar, duke shtuar lutjet. Madje nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha, Zoti qoftë e kënaqur me të, e pyeti të dërguarin e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mësuesin e njerëzimit, duke i thënë: "O i dërguari i Allahut, nëse na mundson Allahu i Madhëruar që ne të arrijmë natën e Kadrit, çfarë të veprojmë në këtë natë?" I dërguari i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Aisha, thuaje këtë lutje, lutje Allahun e Madhëruar me këtë lutje, të cilën të gjithë besimtarët
e thonë dhe nuk lodhen asnjëherë. E thonë shpesh dhe shpresojnë tek përgjigjja e kësaj lutje. Cila është kjo lutje? I dërguari Allahut Muhamedi alayhis salam ja mësoi Aishës këtë lutje duke thënë, thuaj lutë Allahun duke thënë Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, o Zoti im, ti je falës, e don faljen, andaj më fal mua. Kujt i përgjigjet Allahu i madhruar me këtë lutje, vetë se e ka lumturuar në jetën e kësaj bote edhe të botës tjetër. Ne jemi njerëz të cilët e ngarkojmë veten me gabime, me gjunahe. Dhe nata e Kadrit është një rast, një mundësi e artë që ne të çlirohemi prej këtyre gabimeve, prej këtyre gjunajeve, ta çlirojmë shpirtin tonë, që shpirti të qetësohet, të lumturohet. Duhet që në këtë natë ta shpeshtojmë këtë lutje dhe t'i bëjmë këto adhurime, siç është falja e namazit teravis, namazi natës, leximin e Kuranit, lutjet, bamirësinë dhe në fund të shpresojmë tek shpërblimi i Allahut madhruar në këtë natë. Unë e lut Allahun e madhruar që të na i pranoj lutjet tona, t'i pranoj agjërimin e agjëruesve, të pranoj namazit, të pranoj bamirësitë dhe të na nxjerrë tek kësaj nate dhe pas Ramazanit me gjunahe të falura dhe me shpërblime të shumta, dhe lut Allahun e madhruar ta bëj vendin ton një vend të begat, një vend të qetë, një vend me plot mirësi